Më pari ne po shkojmë një takim të thirrën që jemi të obliguar të shkojmë sa herë që institucionet na thrasin, sepse dialogun e kemi pas prioritet dhe e kemi dhe ne do të shkojmë këtë takim, do të marrim pjesë. Nuk dim asgjë, dim vetëm atë që do të bisedohet për pagën minimale, a do të jenë aktorët kryesorë të cilët duhet të japin fjalën e vet, a nuk janë, nuk e dim, por megjithatë nëse mua më pyetni, faktikisht qëndrimi i sindikatës, të cilën edhe kryeministri dhe ministri i financave ka që nga marsi i këtij viti në tavolinë ka që pagën minimale për punëtorët e sektorit privat Kosovës duhet të jetë 600 euro. Do thotë nuk pajtoheni nëse propozimi është në vend. Diçka duhet ta kemi të qartë, qeveria mund ta merr vendimin edhe për pagën që të jetë ajo 500 euro, ne vlerësojmë edhe këtë lëvizje, por ne ja lëm vetit dyert hapun sepse normal që kur themi tek kompanitë, gjitha ato kompani që nuk pëlqejnë me këtë pagë, normal që kemi të drejtën e grevave dhe të gjitha tjera, sepse opinioni është i njoftuar me kohë, në bazë një analize që e kam bërë unë, do më thonë si mbas shportës që i takon 4 anëtarët familjes, një anëtarit familjes i nevojitën si mas asaj që kemi dikon rreth 2,80 cent i kam rrena ditës që të ketë edhe ushqim, edhe transport, edhe cigare, edhe shkollim për fëmijë, edhe shëndetësi dhe gjitha. Kështu që sa mund të kryjmë punë me 2,80 cent për një person rrena dite, besoj që mund ta vlerësoj secili për veti.